për familje që janë prekuna që nuk kanë mundësi mas me bobo shpjo se diçka në na kotë gatshëm i ofruar që falet me mundësi tona çka kena ofruar këtu. Por promë tha faleminderit që pas ka njerëz të mirë, pas ka njerëz humanë dhe këto kohë vështira po na den në krah. Edhe thash pa problema din kur nevojë edhe financiarisht me mundësina ju dolëm pse jo. Do të rritonë me biznes edhe ndihma ka më e madhe. Përshëndetje, unë jam Edison Ibrahimi, jam pronari i spisës të Skënderaj. Ideja ka lindur me këta kolegë të punës edhe e pa më të arsyeshme se gjendja ka jashtëzakonisht e keqe edhe për familje që janë prekuna që nuk kanë mundësi mas me bobo shpjo se diçka në na kotë gatshëm i ofruar që falet me mundësi tona çka kena ofruar këtu lokalin tonë. Edhe jemi gatshëm ma lop deri sot të është e nevojshme pa pikë problemi. Ka pas interesim ju qatë shumë se na pak postimin e kena bë pak vonë, po ato kanë orë disa njerëz dhe na ju kena ofru mbështetje, zër fiksa, sa kena pas mundësi, diçka ju kena ofru deri në orat mas 12 dhe tani na veç na ka dashur me mbyll lokalin, po ka pas interesim. Po hera parë se na tash e kena hub lokalin që 6 muaj, po shtu në realitet kena ofru ndihmë familjarisht sa kena mujt edhe gjatë luftës e mas luftës edhe gjithmonë jena të gatshëm i ofru me mundësi tona. Po një që ka orë promë dhe tha faleminderit që pas ka njerëz të mirë, pas ka njerëz humanë edhe këto kohë vështira po na den në krah. Edhe thash pa problema din kur nevojë edhe financiarisht me mundësina ju dolëm pse jo. Gjithmonë sa herë sot rritonë me biznes edhe ndihma ka më e madhe. Minimu njerëzve sa më shumë me qëndru të bashk edhe inshallah dolëm faqe bordh, pa kriza, pa kurrë. Çat ka pas nevojë sot secili çka ka kërkuar e kena dhënë. Nuk ka kurrë limit, çat ka nevojë, çat ka mundësi pe këtu s'ka pas kur fare pengesi.